Mjeku çudit botën, ullinte trajtojnë këto probleme, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Ullinte klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike ku bën pjesë qershia dhe pjeshkët. Ullint jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinj kur ato janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen gjithashtu të pasura me yndyrra të shëndetshme për organizmin. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i ullinjve në mënyrë të rregullt. Ullinjt përmirësojnë shëndetin tuaj të kockave. Studimet e fundit sugjerojnë se ullinjtë parandalojnë humbjen e masës kockore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse konsumoni ullinj, është shumë e rekomanduar që ato t'i keni pjesë të dietave tuaja, sidomos për forcën e nyjeve. Ullinjt janë gjithashtu shumë të mirë edhe në uljen e problemeve të kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe rrisin gjithashtu kolesterolin e mirë në organizëm, duke i kthyer ato në një aleat të vërtet për trupin dhe për organizmin. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacioneve dhe të dhimbjeve, duke i cilësuar ato si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese. Ullinjt janë gjithashtu shumë të pasur me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i bioflavonoleve. Këto antioksidant arrijnë të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët tuaja të gjakut. Ato janë të pasura gjithashtu me baktere të mira, të cilat janë të shëndetshme për stomakun. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për shëndetin tuaj të stomakut. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacione do të keni në organizmin tuaj. Ullinjt janë gjithashtu edhe efikas kundër problemit të rrullave. Nëse doni të parandaloni krijimin e rrullave dhe efektet e tyre negative, atëherë ullinjt mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ullinjt përmbajnë acidin oleik që e mban lëkurën të butë dhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrullat me të paktën 20%. Ullinjt ulin në riskun e problemeve të diabetit, gjithashtu edhe problemeve të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me acide yndyrore omega 3, mono të pangopura dhe ulin në riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe gjithashtu problemeve të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni ushqime që janë gjithashtu të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nënproduktet e tij si një lehtësues mjaft të mirë shëndetësor. Ullinjt do të ulin gjithashtu nivelet e oreksit të tepërt dhe do të përmirësojnë organizmin tuaj në këtë aspekt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet të cilat janë përgjegjëse gjithashtu edhe në problemet inflamatore të trupit. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar në dietën tuaj. Është e rëndësishme të mos teprohen. 10 deri në 30 kokra ullinj të ndara në baza të ndryshme kohore të ditës mund të jenë mëse të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre dhe për të lehtësuar komplikacionet. Ullinjt janë mjaft të rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj. Gjithashtu edhe mund të ofrojnë një ngopje më të madhe të trupit dhe të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ullinjt janë fruta të pazakontë për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të yndyrnave. Yndyrnat e tyre gjithashtu përmbajnë edhe karbohidrate 4 deri në 6%, shumica e të cilave përbëhen edhe nga fibrat. Ullinjt janë një burim shumë i mirë i vitaminës C, hekurit, bakrit, kaliumit, kalciumit dhe gjithashtu mund të përmbajnë edhe një sasi të lartë të natriumit, që nëse paketohet në ujë të kripur mund të jetë më e lartë. Ullinjt janë gjithashtu veçanërisht shumë të pasur edhe me trisol, hidrotrisol, acid oleolik dhe quercetin. Varietete të ndryshme të ullinjve mund të gjeni sot në treg. Gjithashtu, ullinjt përfitojnë shumë për organizmin tuaj. Ullinjt janë një element kryesor i një diete mesdhetare të pasur.
Ato janë të lidhura me shumë përfitime të larta shëndetësore, veçanërisht për shëndetin e zemrës dhe parandalimin e problemeve të radikaleve të lira në shëndetin tuaj. Përfitimet e ullinjve në organizëm do të jenë të menjëhershme, sidomos për shëndetin e zemrës. Kolesteroli i lartë i gjakut dhe presioni i lartë i gjakut janë dy faktorë risku për zhvillimin e sëmundjeve në zemër. Acidi oleik, gjithashtu, mund të jetë kryesor te ullinji, që shoqërohet me përmirësimin kryesor të shëndetit të zemrës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një element pozitiv për shëndetin tuaj të zemrës. Për më tepër, ullinjt e pasurojnë në dietën tuaj me efekte mbreslënëse lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ullinjt janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Osteoporoza karakterizohet nga masa e zvogëluar e kockave dhe cilësia e kockave të dobta, dhe mund të rrisë gjithashtu riskun e frakturave. Shkalla e osteoporozës është më e ulët në vendet ku konsumohet ulliri dhe nën produktet e tij sesa në vendet ku nuk e përdorin atë. Ullinjt janë fantastik edhe në betejën kundër problemeve të radikaleve të lira. Ullinjt dhe vaji i ullirit konsumohen zakonisht në rajonet e mesdheut, ku nivelet e problemeve të tilla siç janë radikalet e lira janë më të ulta në rajon. Kjo për shkak të përfitimeve kryesore që ullinjt mund t'i japin në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ullinjt mund të tolerohen shumë mirë nga shumica e njerëzve, por mund të përmbajnë sasi të lartë të kripës për shkak të lëngut të tyre të paketimit. Prandaj sigurohet që të konsumoni ullinj të freskëta të përgatitura në kushte shtëpie. Kështu vlerat e tyre në dobi të shëndetit do të jenë të menjëhershme, të larmishme dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët cilësojnë konsumin e ullinjve në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tyre shëndetësor do të jetë më i madh dhe më i vlefshëm. Sigurohuni që ullinjt t'i keni sa më të freskët në konsumin e dietës suaj. Vlerat që do t'i ofrojnë ato shëndeti do t'a kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Tregoni të kujdesshëm me sasinë që nxitni në dietën tuaj dhe mos e teproni asnjëherë. Ullinjt e zinj janë shumë të pasur me hekur, por jo të gjithë e dinë rëndësinë e mineraleve të tyre për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shqipëria është me fat për shkak të varieteteve të ndryshme të ullinjve që ato ofrojnë. Vlerat e ullinjve të zinj janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin kardiovaskular. Në momentin që radikalet e lira oksidojnë kolesterolin, enët e gjakut dëmtohen rënd dhe bllokohen nga akumulimi i yndyrnave. Kjo shkakton gjithashtu edhe atakun në zemër. Të dhënat e Healthline tregojnë se ullinjt e zinj përmbajnë antioksidant dhe parandalojnë oksidimin e kolesterolit, rrjedhimisht duke ndihmuar në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe jo kaq. Ullinjt përmbajnë yndyrna mono të pangopura, që do të thotë se janë të shëndetshme. Këto yndyra ulin riskun e formimit të arteriosklerozës dhe gjithashtu ofrojnë më shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përfitoni më shumë nga konsumi i ullinjve, sigurohuni që t'i shtoni ato në dietën tuaj. Ullinjt parandalojnë dëmtimin e ADN-s. Ullinjt e zinj janë burimi i shkëlqyer i vitaminës C, e cila ka aftësi të jashtëzakonshme për të neutralizuar radikalet e lira dhe yndyrnat në organizëm. Vitamina E është një bashkëpunuese e mirë e yndyrnave mono të pangopura që gjenden te ullinjt e zinj dhe rrjedhimisht ofrojnë siguri për të gjithë personat në proceset qelizore. Shëndeti i lëkurës dhe i flokëve do të përmirësohet me konsumin e ullinjve. Ullinjt e zinj janë të pasur me acide yndyrore dhe antioksidant që ushqejnë, hidratojnë dhe mbrojnë organizmin. Kryesorja me tyre është padyshim vitamina E, e cila e mbron lëkurën nga radikalet ultraviolet dhe rrjedhimisht parandalon plakjen e parakohshme. Sigurohuni të konsumoni ullinj të freskët natyral brenda normës ditore për të marrë këto përfitime. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.